Presidenti Amerikan Donald Trump është shprehur optimist për mundësinë e arritjes së një marrëveshje që do të japë fund përplasjeve mes Izraelit dhe Hezbollahut në Liban. Duke folur në Shtëpinë e Bardhë, Trump tha se beson që po bëhet përparim dhe se situata po lëviz në drejtimin e duhur, pavarësisht deklaratave nga Irani se negociatat kanë ngecur. Sipas presidentit amerikan, zhvillimet në Liban janë të lidhura me dosjen iraniane, por përbërë një çështje të veçantë që meriton zgjidhje të shpejtë. Trump theksoi se Libani ka kaluar shumë vite në nhien e konflikteve dhe sulmeve të vazhdueshme, duke e përshkruar vendin si një palë që del prej dekadash është gjetur në pozita të pafavorshme. Ai konfirmoi se ka zhvilluar bisedime me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në kuadër të përpjekjeve diplomatike për uljen e tensioneve. Deklaratat e tij vijnë vetëm një ditë pasi Libani dhe Izraeli njoftuan se kishin rënë dakord për zbatimin e një arpushimi të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja parashikon ndalimin e plotë të zjarrit dhe forcimin e rolit të ushtrisë libaneze në zonat pranë kufirit jugor. Megjithatë, situata në terren mbetet e brisht, pasi përplasjet sporadike dhe sulmet ajrore kanë vazhduar edhe gjatë ditëve të fundit. Trump u shpreh se konflikti ka vazhduar për një periudhë tepër të gjatë dhe se është koha për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme. Ndërkohë, diplomatët amerikanë po përpiqen të ndërtojnë një marrëveshje më të gjerë rajonale që do të përfshijë jo vetëm Libanin dhe Izraelin, por edhe çështjet e hapura mes Washingtonit dhe Teheranit. Nëse arpushimi do të respektohet nga të gjitha palët, ai mund të përbëjë hapin më të rëndësishëm drejt stabilizimit të kufirit izraelito-libanez në vitet e fundit.